Po Aziri po thotë që s'janë të vërteta. Po të njëjtit e kanë mohuar edhe vetë, sidomos zoti Maxheri sot. Por ata unë jam një fotografi që postuar në Facebook pak më vonë. Po vazhdon të jetë në kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, se kryetari 5 ne e dim çfarë. Ja, po fotografia e Maxherit se ne jemi korrekt dhe i kemi gjitha natyrisht të gjitha shëndrimet. Jo që janë kolegë të jashtëzakonshëm të mirë. Janë punëtor dhe janë të e bo dallimin punën që e bojnë. Tani kjo puna e kryetarit të pavarur politik, po në mbështetjet partive politike. Përveç LDK-s, zoti Rama u morë dhe me koalicionet Prishtinës, me ndërtuni shumit, qëndrueshme, stabile, në menaxhim edhe pse ligji ja njeh të drejtat ekzekutive, kryetarit zgjedhën drejt për drejt. Po a i vinë stabilitetin kuvend, është të vërtet i vynë, po në punë tjera së në nalin. Vetëm 2-3 detyra, po kjo ma shumë, na LDK e kemi një fatë, çdo proces zgjedhor, dhe çdo proces tjetër të madh, na zgjidhemi për mu o sulmu. Na dim pse, parapërsisht. Pse? Po s'po mujmë sanu, se s'pindalmi këto punë. Pse po lejoj mu kriju koridore, burime, me bo burimi spekulimit. Sepse kërësi LDK-ja, Lumira Abdixhiku, në mandat deklaratës e kuvendit të tërët e nishët e ka zgjedhë kërësin, ekzekutive që është të drejt, e di që ka emnu 3 sektor, 2 sektor edhe 1 sekretar, dhe që në kryetarët kanë mu konfirmu si hap tjetër. Kjo e bjen që edhe une do të mu konfirmu a jam as jam në kryetar, a du as du me qenë ose çështje që une bisedoj me kryetarin e partisë tem. Nuk e diskutojmë në publik. Sukur që zoti Imri Ahmeti ka thonë vetë, e ka deklaru para kuvendit të Rotënishit që detyrën e sekretarit nga sot e tutje me vullnet të lirë për shkak të angazhimeve të mia politike nuk mundë me më ushtru. Dhe pas 3-4 jarëve dalin e përmenin e lakojnë emrin e tij pa drejt, që jo e ka largu, jo so ardhi orë, a i vetë është deklaru, që dremi ti, sukur që nesër mundë me qenë imi, në këtë proces zgjedhor që ka me shku. Kur gjë tjetër nuk ka. Ata vazhdojnë me qenë të zgjedhur aty ku janë, me kry punën e vetë ashtu, siç e kanë mandatin, LDK-ja ka me ecë të u zhvillu. Në këtë, ne nuk e kemi mbyll procesin, se ky mandat është i hapën përpara dhe ne po mendojmë me u shku të u forcu, jo të u dobësu tash. Goditet po na vinë me thonë drejten, unë e kam këshillu kryetarin edhe e kam lutë në disa raste që mos lejo me ble kretë këtë sulm që i bëhet LDK, se na dhe kur i kemi pas 48 vota, kuvend dhe kur i kemi 15, na jena destinu më morë me neve. Kur i na konë shumë, na këna dhonë tjereve, këna ndonë me tjerë. Kur i na met ma pak, tjerë s'po dojnë me punu me neve, është çështje e tyre, por nëse nuk dojnë me konë qeveri, pse do të mos me punu në proces bashkë. Procese politike ka Kosova shumë që do të me punu bashkë.